Territori ku është sot Kosova, historia njehte me emrin Dardani si pjesë e një koncepti më të madh të quajtur Iliri. E një peticion ka filluar sot në Gjakov për ndryshimin e emrit të shtetit nga Kosovë në Dardani. E kemi marrë një iniciativë për rikthimin e emrit Dardani, se kjo tokë e ka pas emrin Dardani. E mi zhduk emrin e huj Slav Kosovë nga toka jonë autoktone. Në vjetin 2004 e kemi ba kërkesën për rikthimin e emrit të shtetit tonë Dardani, e kemi dërgu në parlament të Albin Kurti dhe Glauf Konjusa. E me këtë kërkesë që kemi ba ne, e kemi ngjall popullin tonë, e kemi zgju nga gjumi popullin tonë. Dervish Dana kishte edhe një thirrje. Ju bëj thirrje gjithë qytetarëve tonë që ta marrin, ta ndjejnë obligim moral e shpirtëror, mi nënshkru, mi firmos Dardanin pa kur farë diskutimi. Nëse ne vazhdojmë e mbajmë emrin Slav Kosovë, bajmë gabim trashanik, bajmë gabim historik. Nëse vazhdojmë e mbajmë emrin Slav Kosovë, atëherë pilojmë gjurmë armikut në tokën tonë autoktone. Armikut duhet m'ia zhduk gjurmë. Kjo iniciativë është nisur nga një grup prej 9 personash që synim kanë mbledhjen e 10.000 nënshkrimeve në të gjithë Kosovën për ta proceduar më pas në Kuvendin e Kosovës.